mendimin tim, unë jam i djathtë, mendoj si i djathtë dhe besoj që individi ka rëndësi më shumë se sa grupi, pra. Është forca e individit që prodhon forcën e grupit dhe gara gjithmonë është e shnetshme. Ma kanë bërë shpesh këtë pyetje në emisione dhe ta them sinqerisht që unë këtë lloj konfliktit ose këtë lloj fërkimit brenda partisë tonë politike, unë personalisht nuk e kam ndjenjë. Mund të ekzistojnë, mund të jem unë naiv, mund të mos ta kuptoj unë, por realisht unë nuk e kam prek ose nuk e kam pa konfliktin dhe xhelozinë brenda llojit. Unë besoj që ne kena edhe nga detyra që janë nga drejtuesi politik Zoti Borçi, por edhe nga strukturat e Partisë Demokratike janë vendosur disa rregulla loje që në përgjithësi janë respektuar nga kandidat dhe brenda kandidatëve ekziston një lloj solidaritetit, pra unë nuk mendoj se marr votat e një kandidati tjetër apo ai tjetri votat e dikujt tjetër dhe personalisht unë kam bërë fushatën mu mundu me bind të majt ose të pa vendosur me votu për mu, nëse nuk i pëlqen Partia Demokratike, ose mi çu drejt programit Partisë Demokratike, nëse nuk i pëlqen kandidatura jeme, pavarësisht preferencë të kandidatëve të tjerë. Tash unë nuk e di ç'a ekziston në mendjen e secilit prej kandidatëve, por nuk më duket se ka pas pasoja ose konflikte të prekshme, a din tensione ka gjithmonë, në çdo mbledhje mund të ketë ndonjë tension, mund të ketë ngritje zonit sepse është pasion, është adrenalin, sa më shumë i afrohen atë ditë zgjedhjeve, rritet edhe presioni. Por e përgjithshme më duket një fushat shumë e mirë edhe me kampin kundërshtar, ç'është e drejta. Domethënë nuk më duket se ka pas një e vetme gjë që i mungon kësaj fushatet për mua është debati. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe dhe është kthim mbrapa. Është kthim 35 vite mbrapa ku nuk lejohet debati me urdhën politik nga kampi kundërshtar, nga drejtuesi i partisë politike që drejton qeverinë.